Assalamu alaikum wa rahmatullah. Njerëzit në përgjithësi janë mes dy ofertave. Ofertës së Zotit të Madhërisëm apo ofertit të iblisit të mallkuar. O e merr porosinë e Zotit, jeton me të, fiton këtë botë dhe botën tjetër, e nëse ja kthen shpinën porosinë e Zotit, atëherë ki ofertën tjetër, ofertën e iblisit të mallkuar. E oferta e tij nuk sjell lumturi as këtë botë e as shpëtim në ahiret. Në surën Bakara i kemi këta dy oferta. Allahu Dhu Xhelal tregon për njerëzit që nuk e pranojnë ofertën e Zotit, ata e pranojnë ofertën e iblisit. Nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allahi wara dhuhurim. Një pjesë e i tharëve të librit, i tharëve të pejgamberëve të mëhershëm, atyre që Allahu kishte shpall librin, ja kthyn në shpinën e librit të Zotit, shpalljes së tij. Nuk e duan ofertën e Zotit, nuk e pranojnë atë, nuk duan të jetojnë sipas udhëzimeve të Zotit. E çka është rezultati? Wattaba'u ma tatlu shayatin. Ata pasuan atë që e citonin shejtanët. Al-Baqara 101-102. O e merr librin e Zotit vetëm me të, e nëse ja kthen shpinën librit e Zotit, atë ngelet ajo që citon edhe ajo që ofron iblisi, shejtani i mallkuar. E tash ti mendon ku kemi mbrej.